Po, përshëndetje, në fakt ende nuk është saktuar shkaku i vërtet i shpërthimit pavarësisht mbritjes së grupit e ekspertizës së antiterrorit të forcave rënejat policisë së shtetit. Ato nuk është se kanë gjetur në vendin e ngjarjes mbetje eksplozivi, çka do të qartësonte pikërisht arsyeën e vërtetë të këtij shpërthimi të regjistruar rreth orës 10 të ditës së sotme. Megjithatë, ato kanë marrë mbetje dhe ato çfarë kanë gjetur në vendin e ngjarjes, cilat do të përfshihen në analizën laboratorike, kimike në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit, çka do të sjellë edhe rezultatin konkret të këtij shpërthimi të regjistruar ditën e sotme, i cili paktën në dyshimet e para të grupit e timor të policisë së Shkodrës i ngjant një shpërthimi me eksploziv, por ende të konfirmuar zyrtarisht nga ana e institucioneve, duke pas parasysh dëmet dhe forcën shtytëse që ka pasur edhe shpërthimi regjistruar në katin e parë të pallatit në lagjen Manush Alimani në qytetin e Shkodrës. Megjithatë, edhe ekspertiza mjeko-ligjore kryer në Shkodër, në morgun e Spitalit Rajonal të Shkodrës në drejtim të viktimës Hysni Ymeri, 67 vjeçari, i cili mbeti i vdekur si pasojë e shpërthimit. Ai ka të djegur pjesën e krahut të djathtë dhe dëmtime në kokë për shkak të përplasjes me pjesën e murit në hyrjen e pallatit dhe sipas ekspertizës mjeko-ligjore dyshohet që shkaku i vdekjes ka ardhur nga energjia elektrike, ndoshta nga shpërthimi apo edhe një lloj rrymë elektrike që ka pasur në momentin e shpërthimit, qoftë lëndës plase apo të përfshirjes së boksit të saatëve të energjisë elektrike në hyrjen e pallatit. Megjithatë, sa i takon hetimeve të deri tanishme nga ana e policisë Shkodrës, grupi hetimor ka nisur menjëherë veprimet për zbardhjen plot rreth anët të kësaj ngjarje të rëndë, e cila regjistrohet në fakt në qytetin e Shkodrës, ku si pasojë e shpërthimeve kemi ndoshta viktimen e parë të regjistruar në shpërthimet me lëndë eksplozivi gjatë këtij viti në qytetin e Shkodrës. Viktima Hysni Ymeri, 67 vjeç, i cili jetonte në katin e 4 të këtij pallati së bashku me bashorten e tij, e cila është e shtruar prej ditësh në Spitalin Rajonal të Shkodrës për shkak të një sëmundje të rëndë. Policia e Shkodrës ka marrë në pyetje djalin e viktimës, i cili në datën 25 dhjetor ka mbritur në Shkodër pasi jeton jashtë vendit. Ajo është marrë në pyetje nga grupi hetimor i policisë së Shkodrës në lidhje me kërcënim apo problemet të cilat mund të jenë shfaqur në familjen Ymeri gjatë ditëve të fundit, ku Alban Ymeri, djali i viktimës, ka mohuar kategorikisht këtë pasur konflikte gjatë kohëve të fundit në familjen e tij, duke deklaruar që nuk kanë probleme me persona të tjerë. Megjithatë, grupi hetimor i policisë së Shkodrës është përqendruar tek pista e akmarrjes për një ngjarje të regjistruar 30 vite më parë në qytetin e Shkodrës, në vitin 95, ku vëllai i viktimës ka qenë i përfshirë në vrasje të regjistruar në qytetin e Shkodrës asaj kohe. Kjo është pista kryesore e hetimit e policisë së Shkodrës dhe po heton për zbardhjen e mëtejshme të kësaj ngjarje dhe duket si pista kryesore me cilët lidhet edhe shpërthimi i ditës së sotme. Në vitin 1995, shkëlqim Ymeri ishte pjesë e një vrasje në qytetin e Shkodrës në lagjen Kiras, ku mbeti i vrarë asaj kohe një shtetas. Pikërisht në vitin 1995 është shtetasi Shevqet Çekoria, i cili është edhe viktima asaj ngjarje në vitin 1995 në lagjen Kiras në qytetin e Shkodrës. Vllai i Ismet Çekores i ekzekutuar në vitin 2022 në afër banesës së tij në qytetin e Shkodrës në lagjen Kiras. Megjithatë, vite më vonë, në vitin 2017, duke referuar sërish një lloj backgroundi të kësaj familje dhe historikut të familjes, aty ku është përqendruar edhe hetimet e policisë së Shkodrës, në vitin 2017 shtetësi Dritan Ymeri do të ekzekutonte mjekun Ilir Aliaj në qytetin e Shkodrës, duke arritur t'i largojë forcave të policisë dhe duke u arratisur në drejtim të Francës, pasi nuk është arrestuar nga ana e policisë së Shkodrës pas asaj ngjarje të vitit 2017 të regjistruar në Shkodër. Këto janë pistat kryesore të hetimit ku është përqendruar policia e Shkodrës, ngjarje të vjetra, siç thash pak më herët, ashtu siç e kemi raportuar edhe gjatë ditës së sotme, një ngjarje 30 viteve më parë për gjakmarrje mendohet të jetë shkaku kryesor i shpërthimit regjistruar ditën e sotme, ndërkohë që për arsyet e vërteta të shpërthimit apo çfarë është përdorur në shpërtimin e regjistruar lagjen Manush Alimani, priten analizat laboratorike nga drejtoria
e policisë së shtetit, çka pritet të hedhë me tepër dritë sa i takon këtij shpërtimit regjistruar ditën e sotme me një viktimë shtetasin Hysni Meri, 67 vjeç. Qartë, Gjys, falenderoj shumë për këtë raportim shtëruese në këtë çast, po dyshim që për gjithë detajet e rëndësishme ne do të mund të jemi sërish së bashku, ndërsa do dalim tani tek zhvillimet politike, ato çka patjetër shihen me prioritet edhe në kuadër të figurave kryesore politike, sigurisht është rasti i ish-presidentit Ilir Meta, i cili ka kallëzuar penalisht drejtorin e përgjithshëm të burgjeve Klevisiose. Por do të flas për këtë, kam kënaqësinë të kem në komunikim të drejtë për drejtë avokatin e njohur Idayet Beqiri, i cilin e kam